Vetëm se kjo kërkon pak idealizëm, kërkon pak ambicie dhe kërkon pak durim, sepse nuk është aq e lehtë dhe ju dini më mirë se unë, sepse kur jeni brenda flasim për sfidës. idealizmin, është padyshim, ajo është kryesorja, e kon fjalën nuk tani thon një fjalë, nuk ka mjek fukara. Mund nuk i kemi kushtet me pagat tona sikurse janë jashtë, ose si mund t'i kemi nëse shkojmë vendet evropiane të përparume, por se edhe tek ne nuk mund të themi se jemi keq. Nuk mund të jemi jo falemnderues, jo mos mirënjohës në gjendjen që i kemi. Neve na janë ofruar kushtet në spitalet tona, po investojnë shtetet tona, sa mundin. Ne duhet vetëm të bëjmë punën. Pra ju e shihni më tepër si mision, si përgjegjësi, si mundësi që mund ta japim, po themi këtu, dhe mund ta ndryshojmë këtë realitet, sepse jam i sigurt që një pjesë kanë ikur për shkak se kanë menduar se këtu nuk mund të ndryshohet gjendja, se këtu nuk mund të mundet e keqja. Kjo i ka demoralizuar dhe i ka detyruar që shkojnë jashtë. Kur thuan njerëzit, këtu nuk bëhet sepse zbon sistemi, ose shteti, ose për shembull e marr sektori shëndetësor. Këta çështje që i përmendëm, i bëjmë neve njerëzit. Nëse na ndryshojmë, ndryshojnë çështjet. Nëse na nuk ndryshojmë, çështjet nuk bëhen më mirë. Pra me ndryshimin ton ndryshon çdo gjë. Ndron sistemi, shëndetësia, shteti, ligjet, gjithçka. Pra ne jemi ata cilët duhet ta promovojmë ndryshimin.